e domosdoshme që Për kryeministrin Edi Rama nuk ka asnjë dyshim. Dalja në krah të Luiza Xhuvanit në konferencën ku ajo dorëzoi mandatin e deputetes ishte vendimi i duhur. I ftuar në emisionin Tonight Ilvatare bashkë me këtë bindje, shefi i qeverisë rrëzoi edhe komentet e opozitës për spektakël në këtë dalje publike. unë besoj që kam bërë gjën e duhur dhe do ta bëja prap nëse do të rikthehesha aty ku nisa dje. Është e domosdoshme që ky opinion publik të mësoj të ndaj një kriminal nga familja e vet dhe mbi të gjitha nga nëna e vet. Kryeministri drejtoi gishtin tek sistemi i drejtësisë kur u pyet nga gazetarja Tare se përse djali i deputetes së dorëhequr, kur kreu vrasjen e parë u dënua me vetëm 2 vjet burg. Edhe kur pyetet për lënien e lirë të ish guvernatorit Fullani dhe ish kryeinspektores së Bankës së Shqipërisë, Elivar Golemi. Po flas për një drejtësi që nuk funksionon në Shqipëri. Edhe në këtë rast nuk po funksionon. Dhe nuk kam ndërmend të bie në kurthin që të bëj komente specifike për një rast apo për një rast tjetër. Sepse kësa i thon kur intereson duhet folur për këtë, kur s'intereson s'duhet folur për këtë. Unë e përsëris që sistemi i drejtësisë në Shqipëri është një kancer që duhet pastruar. Aksioni i madh i qeverisë mbetet ai kundër vjedhjes së energjisë elektrike. Kryeministri sqaroi në Tonight çmimin pas heqjes së fashës mbrojtëse 300 kW. Rritje apo kompensim për shtresat në nevojë? Rritje në xhep e të ardhurave të tyre në mënyrë që mos ndjejnë heqjen e fashës. Ne do të heqim fashën mbrojtëse. Dhe kjo sigurisht që do të sillte rritje të çmimit të energjisë në mënyrë të papërballueshme për gjithë shtresat nevojë 200.000 familje. Kjo nuk do të ndodhë. Kjo sjell një rritje në një zonë caktuar të gjithë fashës popullatës. Dhe nëse marrim totalin, është vetëm 1/5 që do të paguajnë diçka më shumë, por jo një rritje të çmimit të energjisë elektrike që do të ishte diçka e papërballueshme për shumë shqiptarë. Edhe një herë Rama këmbguli se si shefi i mazhorancës njehte mungesën e vizionit opozitare në kuvend. Do të bëni një hap konkret, t'i ofroni një marrëveshje, t'i ofroni një gjuhë bashkëpunimi opozitës? Kjo është zgjedhja e opozitës, nuk është zgjedhja jonë. Është zgjedhja e opozitës që të sillet si qeverinë mërgim. Jam i shqetësuar që s'ka opozit. Nuk jemi të sfiduar nga asgjë. Por reforma në drejtësi mund të bëhet edhe pa opozitën. Ka vende ku bëhet bashkë me opozitën, ka vende ku bëhet edhe pa opozitën. Por e rëndësishme është... Opozitën kryesisht në diktaturë. Po, e sigurt. Flas për vendet Bashkimit Evropian. Që bëjmë pa opozitën. Po. Reformë drejtësi. Prekin dhe kushtetutën. Po. Edhe kushtetutën. Po. Sikundër edhe zgjedhjet e ardhshme lokale. Vendos të bojkotojë zgjedhjet, i bojkoton. Çfarë problemi ka këtu? Nëse gjykata kushtetuese do shprehet dhe do thotë që kjo që ne kemi bërë, edhe kanë bërë shumë mirë që kanë çuar gjykata kushtetuese, se do kemi një vendim të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese do thotë, ky është vendim antikushtetues, sigurisht që vendimi, domthonë reforma do bjerë, sepse nuk ka mundësi mos zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Në Tonight Ilvatare, kryeministri tha se punët brenda partisë shkojnë shumë mirë pavarësisht kritikave të pakursyera të Gramos Ruçit në seancën e fundit plenare, ashtu edhe ekipi qeveritar që po funksionon më së miri, duke hedhur poshtë çdo mundësi për rifreskim të kabinetit.